Po. Atëherë ne kemi zhvillu ndeshjen e FIBA Eurocup në Reggio Emilia të Italisë dhe me neve ka përfituar edhe tipo grupi Arpagji. Diku rreth 60 persona. Gjatë rrugës mbrapa për Kosovë, në hyrje të malit Sri, pasi kam një Malzi, ndalë për furnizim me ushqime me gjana kështu. Edhe kanë vizatuar diku në një muri një grafit ku kanë shkruar Arpagji prezident dhe UÇK, edhe pas 7-8 minuta veç janë rrethuar nga policia. Pra, tifozët janë nalë në një mur dhe kanë shkruar grafitin, pra nuk është e kanë pasur me veti. Mirë, për çka po mbahen tash, sa janë? Sa është numri atyre që po mbahen në arrest? Po realisht aty në stacion të policisë, njërit është shtuar masa për 10 ditë para burgim, njëri është liruar, ndërsa fillimisht janë arrestuar gjithë kjo kryesia e grupit, Arpagji, po pastaj janë liruar, mirë po problemi qëndron që autobusi nuk është liruar ende. Dhe nuk pelojnë të lëviz. Dhe aty janë duke qëndruar gjithë tifozët, okej. Një pyetje tjetër, keni bërë thirrje ambasadës edhe këtyre që ti